Përshëndetje dashur miq, po ju flasim edhe një herë nga studio Xea TV e qendrës Margarita Xhepa këtu në Asti, dhe sot do të flasim për figurat të shquara të letërsisë shqipe dhe jo vetëm të letërsisë, po edhe të jetës diplomatike shqiptare. Vim me figurat e Gjergj Fishës dhe Ndre Mjedës. Siç e dini, ata janë verior katolik të devot, jo vetëm katolik, por kanë qenë dhe prektërinj. Njeri ka qenë jezuit dhe tjetri ka qenë i një tjetër sekti të fesë, më duket se franceskan. Edhe në studio kemi të ftuar miq tanë Zia Vukaj dhe Irma Bilali, dhe të cilët ma merr mendje që do na flasin gjëre gjatë për figurën e këtyre dy personazheve kaq të rëndësishëm jo vetëm në jetën letrare shqipe, por edhe në atë politike shqiptare. Zoti Zia, cili është Gjergj Fishta? Është patriot, për ca kohë ka qenë dhe tradhtar, është quajtur dhe tradhtar, ka qenë një franceskan engjëllor apo një djallë? Çfarë rëndësie ka figura e Gjergj Fishtës në letrat shqipe edhe në jetën politike shqiptare? Faleminderit për ftesën, faleminderit që na keni kontaktu. Ne spakut këtu jemi dy njohës të Fishtës dhe të Mjedës, jemi dy mësimdhanës dhe studiues nga qyteti i Shkodrës. Jam unë, Zia Vukaj, është edhe profesorisht Irma Bilali, e cila për mendimin tim edhe mund ta filloj këtë argument, sepse ta respektojmë paksasojmë dhe të flas po desh për këtë pyetje të përgjigjet kësaj pyetjeve Irma. Po, zonja Bilali, çfarë mendimi keni për figurën e Gjergj Fishtës? Mirëmbrëma, ju falenderoj për ftesën dhe ju falenderoj që organizoni një emision të tillë për shqiptarët e diasporës, përveçse për italisë, por besoj edhe për gjithë tjerë që janë të interesuar, në mënyrë që të marrin në mënyrë mediatike, në mënyrë ndoshta më direkte, informacione për të lidhura me trashëgiminë kulturore të vendit këtyre. Dhe duke ardhur të dy figura që ju keni punë në fokus të programit tuaj, siç është Gjergj Fishta dhe Ndre Mjeda. Përgjithsisht ata kanë një fill të përbashkët, sigurisht punën në Shkodër dhe kontributin e madh që dhanë për qytetin, jo vetëm në letërsi, pasi ata të dy janë poet mjaft spikator, secili me origjinalitetin e vet, por edhe me kontributin e shumëfishtë për sa i përket gjuhës shqipe, por edhe kulturës në tërësi, misionit të tyre si etër, yani ishte as franceskan Gjergj Fishta, ndërsa Ndre Mjeda ishte ndjekës i urdhrit jezuit, pra përgjithsisht dy ndarje fetare brenda katoliqizmit që sigurisht i bashkojnë shumë gjëra, por i bashkojnë disa elemente të cilat e lidhin me misionin fetar. Për sa i përket figurës së Gjergj Fishtës, ajo që është dihet ndoshta nga nxënësit që në fillesat kur fillojnë të mësojnë për Fishtën, por edhe nga studiuesit e mirëfillt, është fakti që Fishta është quajtur Homeri shqiptar. Është quajtur Homeri shqiptar pikërisht për madhështinë e forcës së fjalës së tij në një krijtari shumë të veçantë për kohën. Në fillim të viteve 900 në Shqipëri do shkruhej Plahuta e Malësisë, një epos i vonë, të themi, por që ristillte notat heroike dhe romantike të luftës së një kombi dhe përpjekjes së tij. Ishte koha që e bëri poetin apo poeti e bëri kohën? Ai e vuri firmën e vet në atë kohë. Fishta vuri firmën e vet në atë kohë dhe besoj në çdo kohë për gjithë trashëgiminë kulturore shqiptare dhe veçanërisht për atë letrare. Fishta sigurisht pati fatin e madh që të ngrihej në madhështi dhe të tikeshin vargjet e tija përmendër se të interpretoheshin, të recitoheshin, edhe pa qenë studiues, edhe pa qenë mësues, edhe pa e pas lecuar. Thjesht duke interpretuar nga njëri te tjetri, duke qenë forca e fjalës së tij, ai timbulli i lahutës vite thjesht nëpërmjet vargjeve të Fishtës.
që të ura Zhanicës, të figura Autobukës, të këtë gjithë figurat të ndonë që erdhe nëpërmjet lahutjes së Malësisë. Por figura e Fishtës në Shkodër ka lënë gjurmë të thella edhe për sa i takon figurës poliedrike të tij. Kur them figurë poliedrike, do të thotë që ai ishte një njohës i disa dijeve njëkohësisht. Ishte poliglot për nga natyra, për gjuhë të huaja dhe solli mjaft për kthime në gjuhën shqipe, por gjithashtu ai ishte një frat i cili mësonte priftërinë të rinj, por njëkohësisht edhe të rinj që shkonin tek ai. Frata e Gjershpishtës që thotë na vërtet kena Bajram e Pashk, por Shqipninë e kena bashk, është një nga fratat e cila dëshmon në çdo kohë përgatësinë e tij për të bashkuar shqiptarët pavarësisht ndarjeve të çdo lloji etnie, rase, feje apo përgatësie për sa i takon për sa i përket gegnisë apo tosknisë. Një diçka më bën përshtypje shumë, Irma. Jam kurioz, ishin ato kohra që nxorën njerëz të mëdhenj, apo ishin njerëz të mëdhenj që prisin atë kohën e dur për të dalë në sipërfaqe, sepse ne dim shumë mirë që kohë të vështira nxjerrin njerëz të mëdhenj. Edhe ju si e mendoni në këtë pikë? Unë besoj se në çdo kohë ka njerëz të mëdhenj që i flasin kohës dhe i flasin njerëzve të çdo kohe tjetër. Por besoj se ishte aftësia e vetë Gjershpishtës, e cila dallohet që në fëmijërinë e tij, dallohet nga Aspaz Leonardo de Martino, që është mësuesi në seminarin francez të Troshanit, ku Fishta mëson fillimisht, dallohet pikërisht aftësia e tij gjenuine, e lindur, intuita, memoria e tij e jashtëzakonshme, inteligjenca dhe dëshira për të mësuar, por sigurisht e lidhur kjo edhe me kohën kur ai jetoi, ai kërkoi që t'i shërbente kohës së tij. Pavarësisht se ishte një kohë e vështirë, një kohë një tranzicion midis luftrash, pra dy luftrat botërore në të cilat ishte edhe koha kur Fishta shkroi dhe punoi, e bën edhe më të vështirë pikërisht situatën, por besoj që pjesëmarrja e tij në konferencën e paqes, zëri i tij si drejtues i Komisionit për hartimin e alfabetit shqip kanë qenë ndoshta edhe dy momentet më të forta të cilat përbëjnë figurën e Fishtës si një personalitet historik për Shqipërinë. Pjesa pastaj që mbetet trashëgimia letrare e tij, veprat letrare e bëjnë atë që të jetë një nga figurat më të rëndësishme të historiografisë letrare shqipe. Ju jeni mësuese e letërsisë në një shkollë shumë të rëndësishme në Shkodër. Si e mendoni figurat e mëdha, jo vetëm shkodrane, sepse Fishta nuk është një figurë e madhe shkodrane, por është një figurë e jashtëzakonshme për gjithë kombin tonë. Figurat e mëdha janë akoma ato që ishin baza e kulturës tonë, apo po lihen në arrest. Një nga problemet që ne kemi shtruar gjithmonë, edhe dëshira jonë për të njohur me këto figura është sepse mendojmë që ato po lihen në arrest, i ka zënë një lloj pluri, edhe ne po mundohemi që atë plur t'ja heqim. Mendoni se është e vërtet kjo thënie apo ka diçka që nuk shkon? Sigurisht, për çdo figurë të rëndësishme të kombit duhet bë më shumë. Vërtet ka një përpjekje për të bërë vazhdimisht konferenca në të cilat sillen aspekte studimore në lidhje me figurat të rëndësishme të kombit. Sigurisht ka data përkujtimore për sa i takon datave të lindjes, datave të vdekjes, kur edhe organizohen aktivitete në lidhje me këto figura të rëndësishme. Ka data historike, siç janë përvjetoret e pavarësisë, ku sigurisht zëri dhe figura e Fishtës është e rëndësishme dhe vjen dhe sillen elemente të reja për sa i përket veprës, por edhe gërmime për sa i përket edhe biografisë së tij, por sigurisht gjithmonë ka për të bërë më shumë. Në studimet tona përgjatë viteve të shkollës së mesme, Fishta studiohet si autor në matur, në vitin e fundit, por për mendimin tim duhet të studiohet më shumë. Studiohet me një fragment nga Lahuta e Malësisë, përkatësisht ndalemi diku te Tringa si figurë që vjen nga zonat e
Malësisë së Shqipërisë nga zona e Grudës, e cila dëshmon pikërisht për forcën stoike dhe heroike të gruas në një moment të vështirë përgjatë luftrave ballkanike. Por duhet të kishte edhe pjesë të lirikës së fishtës për komente më të detajuara, pasi lirika e fishtës, lirika filozofike, lirika na vjen me zanin e një autori i cili i flet kohës së sotme. Përkatësisht nxënësit e kanë problematika, kurse nxënësit e Shkodrës shfaqin edhe ato problematika përsa i takon gjuhës me cilën paraqitet vepra e fishtës, pasi e konsiderojnë paksa gjuhë të një kohe të vjetruar. Dhe kjo na çon me mendu se vështirësia akoma më të dukshme mund të ketë në zonat e Shqipërisë së Mesme apo të Jugut. Por, nëse ka një aparat pedagogjik, një aparat didaktik të mirëfillt që e shoqëron veprën e autorit apo fragmentet e përzgjedhura për studim dhe për analizë, besoj që kjo do të jetë më e plot dhe do të shkojë tek nxënësit në një mënyrë që ata ta asimilojnë dhe ta marrin më të plot dhe ta përsithin për ta përfituar si një element të rëndësishëm në vetdijen e tyre. Po, zoti Zia, doja të pyesja. Praktikisht unë kam ndjek si vjet një formë të re, ndoshta njohjeje dhe prekjeje direkt të nxënësve me figurën e fishtës. Kemi vizituar sepse në zonën e Lezhës po ndërtohet një formë itinerari me vendet kryesore ku fishta është rrit dhe ku ka punu. Pra në kuvendin franceskan është bërë një memorial ku ka qenë shtëpia, ku ka jetuar për një periudhë kohë fishta, sigurisht ajo është shembur, por aty është ngritur një kull në modelin e kullave deri diku të vjetra. Është krijuar një formë memoriali ku nxënësit kanë shkuar dhe kanë vizituar. Do të thotë që autoritetet po mundohen që të vënë në vend atë figurën e harruar të fishtës, edhe ta riparojnë ato gabime që kanë bërë përpara duke i lënë më njanë figurat e tyre. Besoj që është një hap i mirë. Besoj që është një hap që duhet zhvilluar, duhet vazhduar në këtë rrugë, pra është një hap i parë për të vazhduar në këtë rrugë dhe për të sjellë sa më shumë elemente identifikuese, pasi të rinjve i shërben ai kontakti ndoshta më i drejtë për drejtë se sa ai që vjen thjesht nëpërmjet librit. Zoti Zia, kalojmë te Zoti Zia. Zoti Zia. Po, patjetër profesori është shumë më i detajuar edhe në rëndësi të. Atëherë, lahuta e malësisë. Unë ju falenderoj shumë. Lahuta e malësisë është një hymn, është një flamur i më vete i Shqipërisë apo çfarë është? Lahuta e malësisë është një epos, siç e tha dhe profesoresh Irma, është një epos i vonë, kuptohet, është shkruar jo në kohën klasike të eposeve, pra eposet janë shkruar në mesjet në fakt, por kjo vepër ka themi ne, një natyrë shumë epike, shumë himnizuese, shumë mallështore dhe shumë impozante, dhe të gjitha këto kanë një karakter qëllimor, sepse vetë koha kur kjo u shkrua dhe kur ju ofru shqiptarëve, kërkonte të kishte një imponim nëpërmjet mallështisë, nëpërmjet veprave të tilla mallështore, të cilat do të bëheshin mjete jo vetëm identifikuese, por edhe amplifikuese të heroizmit për të ngjallë natyrisht ndjenjen ndoshta të intimiduar ardhëtare të shqiptarëve të kohës. Kuptohet që lahuta e malësisë ka jetuar në një zonë ku adedashuria ishte një diçka jashtëzakonisht e madhe, ndryshe ndoshta nga shumë zona të tjera. Në zonën e Shkodrës ka pasur një dimension krejt tjetër. E ka ndihmuar fakti që ishte katolik, ishte franceskan apo jo?
natyrisht që e ka ndihmuar sepse këtu flitet për një lëvizje kulturore më shumë më të madhe se sa letërsia, flitet për lëvizje artistike, kulturore, ideore që ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Shkodra vetë ka qenë, në qoftë se e krahasojmë me gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë, Shkodra pa marrë parasysh identitetin tonë shkodran, kuptohet dhe dihet edhe për atyre që nuk janë shkodran, se Shkodra është, po të themin, e kryesqendra e kulturës shqiptare, është metropoli, aq sa mund të ketë në Shqipëri një metropol. Dhe në qoftë se feja, po të themin ne, është në rastin e krijimit të letrar artistik e tjerë, feja këtu ka qenë një suport i madh për të mbartur kulturën evropiane dhe për ta sjellë në trojën shqiptare. Siç u tha dhe siç dihet, kanë qenë, po themi, në urdhri franceskan dhe urdhri jezuit në përfundim të krijimtarisë letrare rezultojnë të dy këta urdhra rezultojnë produktiv në krijimin e veprave letrare, muzikore, në veprat e pikturës, të arteve figurative, në të gjitha dhe kanë qenë avangardistët e Shqipërisë. Dhe kjo është tepër e thjeshtë për të shpjeguar, sepse ajo, si themi ne, lidhja, raporti, marrëdhëniet me prendimin kanë qenë nëpërmjet Shkodrës. Është interesante fakti që ju po më thoni tani Shkodra dhe vetë Fishta ka qenë një nga avangardistët e Shqipërisë. Si shpjegoni stilin e tij që mori jashtëzakonisht shumë nga bargëzimi popullor, nga këngët popullore që këndoheshin në veri. Ishte një diçka e qëllimshme për t'ju afruar popullit, apo ishte një diçka që ati vinte nga brenda natyrshëm? Unë mendoj se po t'ju them edhe një thanje të Fishtës që qarkullon në trajtën e një barsalete, është një anekdot. Në një takim me Lazgush Poradecin. Fishta ka qenë një figurë karizmatike, jo vetëm për shkodran dhe intelektualët e Shkodrës, por ka pas simpatizant me të gjithë Shqipërinë. Dhe në një takim me Lazgush Poradecin, në një konfidencë me humor, që ndoshta po ta them unë sot keq kuptojmë, sepse njerëzit janë të destinuar dhe të gatshëm krijojnë keq kuptime. Lazgushi i pëlqente dhe i thoshte: "Lazgush, edhe unë di me shkru bukur, po du me rujt shnetin." Kjo të regon që shneti i Fisht ishte vargu popullor, se po t'i shkruje popullit vargjet e, po them, të sofistikuara, ose ato ritornelet e Lazgushit s'do t'i kupton të askush. Dhe ato ishin për një ambient, po themi ne, që ishte i stërvitur me jetë kulturore dhe kishte shije të ngritura. Por Fishta aspironte të bëhej një Homer shqiptar, një Aed. Maj suksesshëm ishte Fishta si Aed se sa si poet. Dhe me intuitën e tij artistike, diplomatike, njerëzore, me inteligjencën e tij të hollë, kishte kuptuar shumë mirë që qenia e tij si Aed ose kthimi i poetit në Aed ishte më i suksesshëm se kthimi i Aedit në poet. Sepse vargjet e Fishtës i kanë ditë përmendsh njerëzit. Dhe kjo mund të quhet zotin Nduaj, mund ta fusni. Si diplomat, kemi dhe zotin Nduaj që na erdhi tani, Nduaj Shabaku, edhe e pyesim si diplomat, çfarë i dha Shqipërisë atë Gjergj Fishta? Mirëmbrëma. Si që përmendi zonja dhe profesori, atë Gjergj Fishta ka qenë një nga figurat që bëri epokën. Pra, u përket atyre personave që kanë bërë epokë. Dhe kjo është një përgjigje e pyetjes suaj nga ana ime, kuptohet subjektive. Dhe desha të shtoj edhe diçka. Njerëzit sot e njohin si i Zoti për lirikat shoqërore dhe pamfletike apo politike. Kjo është vetëm një pjesë ndoshta më e vogla e atij, sepse personaliteti i tij si njeri tepër i ditur, si njeri që njihte kulturat thellësisht dhe si një mjeshtër i rrallë i penës, ai
ka një visar tepër të madh letërar që e ka lënë trashëgimi siç janë Lahuta Malsisi që përmend, por ka edhe veprat e tjera, Gomari Babatasit e tjerë, të cilat to janë. Figura e Fishtës u përdhos në kohën e komunizmit, u kërkua të baltosej dhe gati të zhdukej nga skena kulturore shqiptare. Dhe e çuditshme është që me gjithë atë forcë që kishte sistemi komunist, nuk arriti dot që ta mbulonte edhe ta hiqte nga skena publike një herë për gjithmonë. Përse? Si ka mundësi që ndodhi kjo gjë? Ky rehabilitim kaq madhështor i figurës Fishtës tregon që ai ishte me të vërtet një atletar i jashtëzakonshëm, një veprimtar i shkëlqyer i jetës shqiptare të asaj kohe. Në aspektin diplomatik, mjafton të përmendim fjalën e tij që ka mbajtur në Londër për të kuptuar me sa kapacitet, me sa zotësi dhe me sa larg pamësi i trajton të çështjet në arenën ndërkombëtare. Më kujtojnë disa përplasje që ka ndodhur me Gjeri Fishtën edhe me përfaqësues të diplomacive të fuqive të mëdha, ruse apo slave. Na tregoni diçka nga kjo? Përfaqësia diplomatike e Fishtës Fishta ishte zëri i njeriu që guxonte gjithmonë të thoshte të vërtetën dhe pavarësisht faktit se ku ndodhe apo sa figura që vinin nga vendet mëdha mund ishin ato për Ballti. Dhe prandaj edhe fakti që në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919 ai guxon që të çojë zërin dhe madje të thotë që ishte i padrejt vendimet për Shqipërinë, sepse këtu rrite fort zemra e Fishtës dhe këtu zani i tij vinte dhe bahej më i neshëm dhe më i fortë përballë zyrave diplomatike të vendeve të tjera, dhe veçanërisht atyre proslave, pra siç ishte diplomacia ruse, pasi dihen konfliktet që tek eposi i Kreshnikëve, më vonë Fishta vjen dhe e përcjell edhe tek Lahuta e Malsis, konfliktin shqiptaro-slav, dhe besoj është një konflikt i hapur që vazhdon të jetë akoma sot në zonat e caktuara të Kosovës, në veritë e Mitrovicës e tjerë. E bate atë që të kishte pikërisht me vete forcën dhe mbështetjen e gjithë shqiptarisë për të përballur si i tillë. Dhe këtë ai e tha me veprat e veta, me zanin e vet, por edhe me shkrimet e veta. Po. Dëgjojmë një pjesë me piano nga zonja Sonila Molla. Rikthehemi në studio.
Si shikohet sot figura e Iljerit Fishtës? Kush dëshiron të përgjigjet? Po ju përgjigjem unë. Po. Ju përmandet aspektin diplomatik të veprimtarisë së Fishtës. Aspekti diplomatik i veprimtarisë së Fishtës është shfaq jo vetëm në domenin e diplomacisë, që është i pastër domeni i diplomacisë, kulminacioni i të cilit është fjalimi i famshëm i mbajtur në konferencën e paqes në vitin 1919, por duke përfshirë edhe ato batutat dhe anekdotat me homologët e tij, slav apo nga pjesa tjetër e Evropës, kur i qunin shqiptarët njerëz me bisht, dhe prezantimet direkte me ata homolog, duke ju treguar që mua më sillni një karrig se nuk di se ku ta vendosi bishtin, sepse ky homologu im slav ka pretendime të tilla. Pra këto janë të njohura. Por unë do t'ju them edhe diçka tjetër. Në qoftë se marrim kongresin e manastirit, Fishta ka disa vargje dhe thot, por po thonë se edhe bullgarëve fort po u vesket manastiri, e se gacat në tokë shqiptarëve rrinë tu i fut hiri e pa hiri. Dhe unë për vete kam qenë 2 herë në qytetin e alfabetit në manastir, dhe kur kam bërë gjitha të rrugë, una e parë mendoja se si mund t'jetë shku Fishta dhe të tjerët nga Shkodra në manastir, mund t'jenë vënuja 2 muaj me shku me kuaj ose me karrocë. Dhe ne mërzitemi se shkojmë mbrana 1 dite me makina luksoze nga Shkodra në manastir. Dhe qysh këtu, ne fillojmë mendojmë bindemi për idealizmin e tyre në drejtim të atë. Po pse ka vendos Fishta, ka qenë shumë autoritar dhe është një gjë shumë fjala e tij. Pse vendosi Fishta, po them unë, jo kush tjetër, që ky kongres të bëjë në manastir. Pse? Sepse manastiri ishte skaj më i fundëm, ishte pika më skajore e etnisë shqiptare, e gjeografisë shqiptare, dhe bashkë aty duhej vendos kufimin të thanat. Vendosi kufimin të thanat të hujve, dhe po të bëjë kongresi i manastirit në Tiranë, atëherë do të thoshin që Shqipëria fillon në Tiranë. Por ajo ishte shumë diplomatike, ishte një zgjedhje tepër diplomatike për të fituar, si themi, autoritetin, për të fituar hegemonin, për të fituar territor dhe për të vendosur me dignitet atë vendosmërinë shqiptare për të pas identitetin e tyre dhe për të vendosur gjuhën shqipe në partitur, në semiotikën gjuhësore, në pentagramin gjuhësor të shkrimit, se për ndryshe ne s'kishim asgjë të rrezik, sepse qarkullonin në ato 273 alfabete, me të cilët ishte shkruar gjuha shqipe. Dhe këtu duhet kemi parasysh një gjë tjetër. Jemi kjo letërsia e Shkodrës është letërsi filo-biblike. Këtë duhet me majtë më mirë fort, gjithkush. Është letërsi filo-biblike. Sepse tonë kjo letërsi filo-biblike fillon në kohën e humanizmit evropian me John Buzukun, John Buzuku i cili nuk bani gjë më pak se Martin Luteri dhe se Jean Calvini e të tjerë, që përktheu tekstin e shenjtë në gjuhën kombëtare. John Buzuku bani një akt mallshtor. Dhe në fakt, libri më i rëndësishëm i gjuhës shqipe është Meshari i John Buzukut, për atë që ka njësi patriotit, sepse nuk ka probleme me dhënë estetika është luks, patriotizmi është jetë. Dhe këtu u vendos në partitur gjuha shqipe për herë të parë, se shqiptarët nuk ishin. Dhe John Buzuku vetë shfrytëzoi konjunkturat e Konsilit të Trentos. Konsili i Trentos kishte lënë një hapësirë oksigjenit për gjuhët kombëtare dhe ishte leju për shkak se po krijohej një heterodoksi, po krijoheshin apostazi, fe lëshime me thanë shqip. Po krijohej një fe lëshim. Njerëzit po lëshonin fetë për shkak të presionit të ortodoksisë 1 dhe të presionit të Perandorisë Osmane 2. Dhe atëherë, Selisë Shenjtë nuk i interesonte që të kishim fe lëshim dhe e liroi paksa, i liroi prangat dhe tha mirë atëherë. Mund të shkruani edhe librin e shenjtë, ta shkruani edhe në gjuhë kombëtare. Dhe këtu ndodhi ajo mrekulli që John Buzuku me intuitën e një njeriu tepër të zgjuar e bëri këtë. Dhe Meshari është, po themi, vepra e parë filo-biblike.
dhe pastaj vinë pastaj humanistët e mëdhej. Vjen Marin Barleti, Marin Beqikemi, Gjengazulli, vinë të tjerë dhe vinë ato Pjetër Bogdani, vjen zgjedhja e gërmave latine, zgjedhja e gërmave latine në Kongresin e Manastirit. Ba me lexu me kujdes, ju lutem. Ba me lexu me kujdes Fishten dhe Mjedhen, këta në aspektin gjuhësor, linguistik, glotologjik, këta kanë një njohje të thellë të shqipës së vjetër. Dhe kanë studiuar shumë mirë Bogdanin. Bogdani është akademiku i parë në arsenalet e historisë kulturore. Po, pra dhe kjo, me qenë se është këtu, gjithkund ta kanë pas dy ngarkesa në një shtëpi, në një kurriz. Kanë pas ngarkesën kulturore, por mbi të gjitha kanë pas ngarkesën abdotare. Po, zgjedhja e gërmave shqipe në Kongresin e Manastirit ishte merit e atë Gjelfishtës. Nuk ka qenë vetëm merit e artë Gjelfishtës, apo janë bërë? Vinte nga Komisia Letrare e Shkodrës, pra ishin disa, sepse ishte pjesëmarrës ishte Mithat Frashi, ishte Ndremjeda gjithashtu bashkë me Fishtën. Pra ishte një përzgjedhje, një grupi besoj intelektualësh, studiusish, atë shkrimtarësh, të cilët vendosen që t'ishte alfabeti ynë kyqështë. Po, dhe besoj arsyeja ka qenë që t'i ktheni syt nga Perëndimi dhe jo më nga Lindja apo nga Turqia apo nga bota slave. Okej, kemi një moment të caktuar të jetës së Gjelfishtës, në të cilën ai akuzohet për bashkëpunim me pushtuesin italian. Sa është e vërtet dhe çfarë ka të rrejme në këtë pikë? Fishta është quajtur sidomos në periudhën post-komuniste, pra nga viti 45 e më vonë, besoj profesor Zdiaj do ta shqyroj më tej sepse unë e kam pamujtur për me ndaj më gjatë. Është quajtur kolaboracionist për faktin se ai mori titullin akademik nderi dhe madje u varros me madhështi në vitin 1940, pra në vitet e fundit të jetës së tij. Ai ishte nga Roma, ishte një nga njerëzit më të nderuar. Por besoj kjo jo vetëm për faktin se ata e quajtën mbështetës të atij drejtimi që kishte filluar, që ishte fashizmi. Unë besoj se ata panë të Fishta një prej figurave më të nderuara dhe sigurisht me një integritet të fortë, por dhe që atyre ju duhej për mbështetjen që kishin në Shqipëri. Sigurisht kjo mënyrë me cilën Fishta zgjodhi për të bërë moshta një rrugë marrëveshjeje apo deri diku një formë diplomacie për kohën, kur besonin se ndoshta ishte ajo ringritja e asaj emporios së dikurshme, pra imperos Romës, ndoshta kjo ishte një formë mendimi i përhapur sigurisht nga fashizmi, por edhe në idealet e ngritjes së një perandorie të re. Ai nuk harroi kurrë, pra nuk bëri kompromis me gjuhën, me librat shqip dhe me forcën e fjalës shqipe. Këtë kompromis Fishta besoj nuk do ta bënte asnjëherë. Kjo u shfrytëzua pastaj më vonë përgjatë sistemit komunist për ta quajtur Fishtën armik i popullit, për ta quajtur kolaboracionist, për ta denigruar si figurë, për ta hequr nga të gjithë rastet e bibliotekave ku kishte qenë dhe madje për të kryer një prej akteve më njerëzore siç ishte zhvarrosja. Dhe ky ishte dami dhe më i madh që u bë trashëgimisë tonë kulturore, historike, patriotike, se sa ndoshta në një kohë të vështirë lufte, ndoshta detyrimi që pati deri diku jo vetëm Fishta, por disa nga intelektualët, ndër këta ishte edhe Ernest Koliçi, që ban një formë marrëveshje për të vendosur paqen, ndoshta duke e ditur se edhe forca e një populli të vogël siç është joni, ndoshta do të ishte e pamundur përballë një mësymjeje të një ushtrie aq të madhe siç ishte koha e fashizmit. Njëkohësisht, figura tjetër e jashtëzakonshme për mendimin tim e Veriut dhe Shkodrës është Ndrem Mjeda. Zoti Ndue, cili ishte Ndrem Mjeda? Nëse Gjergj Fishta ishte personaliteti më i lartë, letrar, politik, shoqëror dhe autoriteti më i madh i cili ishte pikë referimi për të gjitha forcat krijuese në atë kohë,
Më pas, lindi një lëvizje e gjezuitëve dhe ndryshimi mes franceskanëve dhe gjezuitëve është krejt i thjeshtë, sepse franceskanët synojnë që të jenë konservator, ndërsa jezuitët kërkojnë që të jenë më reformist, edhe pushtetar, më të moderuar. Njëtën që e kanë qef pushtetin. Edhe ato, urdhri jezuit, u vunë në lëvizje dhe natyrisht ato synuan fëmijët. Dhe një nga këta fëmijë ka qenë edhe Ndremjeda. Një fëmijë me predispozicion dhe të dhëna zgjuarësie të rrallë, edhe e morën në shkollë, vazhdoi shkollën. Pas 2 viteve që studioi në Shkodër, e treguan dhe studioi në Spanjë, për disa vite në Itali, për disa vite në Poloni, dhe u laureua, mori lauren në filozofi dhe teologji, dhe punoi disa kohë si famultar, në disa kohë ka punuar si pedagog në një shkollë të lartë në Kroaci, në një shkollë fetare. Për ca kohë ne e dim që ka punuar edhe si mësues muzike në Cremona, këtu në Itali. Dhe duke pasur... Shumë persona e krahasojnë me Naim Frashërin. Çfarë mendimi keni në këtë pikë? Naim Frashëri së pari ka jetuar në një mjedis tjetër dhe krijimtaria e tij është thellësisht abdetare, thellësisht përmallimi dhe ka një përkushtim tepër të madh shoqëror. Ndërsa vepra e mjedis karakterizohet qoftë nga personaliteti i tij, qoftë edhe nga, si të thuash, zotësitë e tij intelektuale tepër të rralla që kishte. Në një fjalë ju thoni, Naimi kishte një poezi malli, kurse Ndremjeda ishte ai që jetonte aty dhe shikonte me sy të vet çdo lloj gjeje, çdo lloj problemi, edhe ishte ai që përshfaqte ato problemet që ishin në atë kohë në Shqipëri. Me një fjalë, mendimi juaj, dhe besoj se është kështu, është që ishte shumë herë më konkret Ndremjeda se sa Naimi, apo jo? Tani ai e tham që kishte jetuar edhe jashtë. Ai për kontradiktat që kishte, sepse kishte koncepte tepër të përparuara, pati hyrë në konflikt edhe me eprorët e tij. Edhe në një moment ai u kthye drejt edhe në Shkodër, edhe zhvilloi veprimtarinë e tij atje. Që në rini ai shkroi disa lirika dhe i potoi kur e kishte kaluar rinin e tij, po themi në vitin 1916-17, më duket, me titull Juvenilia, dhe këto lirika janë të rinisë së tij të hershme dhe i përkasin periudhës para pavarësisë. Zoti Zia, çfarë vendi zë në letrat shqipe Ndremjeda? Ndremjeda është nga poetët më të rëndësishëm të letërsisë shqipe. Ndremjeda nuk është në një poet që ka volum të madh, por kulminacionet e Ndremjedës janë të pakapshme nga asnjë poet shqiptar. Mund të kesh shkruar tonelata poezi dhe nuk i afrohesh. Ndremjeda është i vetmi neoklasik që ka letërsia shqiptare. Neoklasik si Giosuè Carducci. Ju do ta njihni Carduccin, ju që jetoni në Itali. Unë e kam përkthyer në Shqip Carduccin. Kam përkthyer edhe Paskolin, kam përkthyer edhe Danuncion. Komplimenti. Këta poet, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Unë jam përkthyes nga letërsia italiane i rreth 30 librave. 30 veprave. Komplimenti, zoti Zia. Nuk ka rëndësi, jo, faleminderit, nuk ka ndonjë rëndësi. Është një punë që unë e kam bërë dhe vazhdoj ta bëj.
është i vetmi neoklasik. Neoklasicizmi është e ka dhënë në Itali. Vetë në titulli Juvenilia është një kansoniere, është një përmbledhje e Giosuè Carducit, që ka qenë mësuesi shpirtëror i Nërmjedës. Nërmjeda ka disa tingëllima, që do thonë sonete, lisus, liria dhe shkodra. Këtu është kulmi i artit poetik. Është komplet, absolutisht i pa kapshëm. Nërmjeda nuk e kap askush. Mund t'jesh advetar sa të dush, poet si Nërmjeda nuk je. Mund të kesh volume sa të dush, poet si Nërmjeda nuk je. Mund të kesh çfarë do lloj devocionit, poet si Nërmjeda nuk je. Sepse poezia e tij është muzikë, poezia e tij është e akorduar në tonalitet. Është në tonalitetin e la. Ja po ju jap një shembull. E këndshme është hana kur del me zana e në tokë me dritë përdaret, hyjzit që shnrisin e që shëpisin për qiell janë bukur faret. Kur delagimi e rruzullimi me dritë kuqlo shëmblohet e për mi kashta shtrit pika lashta zemra për mall gazmohet. Ashtë i mall sheni kur një shpeni nërpyje tu i pigru, e knaqma i lule kur i përkule o fladi leht me lmu. Por si në gjetë qielli, nuk i në gjetë prilli as flad që shëtit lulet e me erna veshet, fosh një skur qeshet, nane skur mi tep përkulet. Kjo është Madonna me Krishtin, po deshtë. Kjo është një poezi që edhe sot, nëse do ishte shkruar sot, do ishte jashtëzakonisht moderne. E pra i kjo është Nërmjeda, i cili nuk krahasohet me asnjë poet shqiptar që kanë jetuar ndonjëherë, që e kanë populluar tokën shqiptare, e deri sot, as nesër. Është një fenomen. Nga ana tjetër, ai që me Naim Frashin keni shumë drejt që e krahasoni. Naim Frashi është nga poetët më formalist të letërsisë shqiptare. Është një Lamartine shqiptar. Lamartine ka qenë një romantik francez, të cilin Naimi e ka pas për zemër. Por Naimi ka lexuar edhe bukoliket e Virgilit, edhe Gjeorgjikat i ka lexuar. Ka lexuar letërsi latine, siç ka lexuar edhe Mjeda. Dhe janë që të dy poet që meritojnë të krahasohen jo për feja, as feja mu nuk më intereson fare. Zoti më fal, mu feja nuk më intereson në këtë rast. Në rast të tjera më intereson. Janë poetet ata që më interesojnë mua. Hiç fare nuk më intereson feja as rrymat fetare. Kur vjen punat e artit poetik, Nërmjeda është poeti më poet që ka toka shqiptare. Është muzikë. Dhe siç e tha edhe para folës, Mjeda ka dhënë edhe landën e muzikës. Ka qenë edhe muzikolog, plus që ka qenë poliglot i jashtëzakonshëm. Dhe duke njekë jetën edhe shkollimin e tij, ne shikojmë një figurë të jashtëzakonshme. Ashtu siç e shohim edhe kemi një treshe poetësh në Shqipëri që duhet ta njohim për kulminacion. Është Naimi, Mjeda dhe Lazgush Paradesi janë poetët më mjeshtër, më poet. Pastaj patriot kena sa të donë, sa të dush, sa të duam ne kemi patriot. A me mendoj që edhe kjo nuk është e vërtet që kemi sa të duash, na mungojnë gjithmonë. Ja, vjen. Por na duan akoma patriotët, kemi nevojë akoma për patriotë. Po. Unë me ebri një shpjegim përse në aktivitetit kaq të larmishëm dhe kaq të fort të pritërinjve të fesë katolike dhe nuk e kemi nga pritërinjë të feve tjera. Keni një shpjegim interesant në këtë pikë? E di që po futem në një moçal që nuk e di nëse të dalë dot, por mendoj që mund t'i japim një përgjigje kësaj pyetje. I dashur Fatmir, këto janë koincidencat historike, janë çështjet që historia i ofron njerëzimit. Para se ta themi ne, këtë ka thënë Naim Frashi, pa jak o ditë e uruar që lind nga Perëndon. Atë anë ke ndriçuar, po ne pse na harron? I pari që e ka ditë se kultura vjen nga perëndimi ka qenë Naim Frashi. Naimi ka qenë pra një bektashi i kultivuar, siç është edhe Dritë Roagolli një bektashi i kultivuar, siç ka edhe të tjerë. Problemi është që këtu feja ose porta që ka bashkuar Shqipërinë me perëndimin ka qenë katolicizmi dhe Shkodra. Për arsye se ka qenë filia, lidhja, dashuria e shqiptarit ndaj perëndimit ta shpreh në këtë avampost. Jo vetëm aq, por në perëndim dhe në Itali ka pasur shumë shkodran, sepse me ikën nga rrethimi i Shkodrës, kur ikën shkodran nga rrethimi i Shkodrës, u vendosën gati të gjithë në Venecia dhe aty morën edhe fuqi bile.
shumë prej tyre dhe atë lidhje Po, ai Marin Barleti. të veçante mbajtën gjithmonë. Po. Po. E prandaj kjo është krejt e shpjegueshme. Po diskutu, pastaj që këtu në këtë vend kanë linë edhe poet, siç kanë linë në çdo cep, në çdo skaj të Shqipërisë. Unë jam me një koncept që e ka shpreh Goethe, Johan Wolfgangu i madh. Ai ka një neologjizëm që thot Welt literatur. Letërsi e përbotshme. Nuk ka letërsi shkodrane, as elbasanse, as kineze, po ka letërsi ose s'ka letërsi. Ajo që është Welt literatur, letërsi e përbotshme, është e pranishme prej në Kinë, në Japoni, në Groenland, në Amerikë, gjithkund. Pra, unë nuk jam kur për letërsi kafazesh. Por lavdia pastaj ban punën e vet dhe ne do t'i gëzohemi traditës, do t'ju gëzohemi atyre që i kemi, por jo deri në fetishizim, duke mohu asgjë. Çdo kohë ka penat e veta, ka talentet e veta, ne kemi traditën tonë, që për fatin tonë të mirë të ne veriorëve fillon në veri. Në veri, pra janë për shkak gjanave që kanë ndodhur, që e përmend me qyshte me Shari Gjan Buzuku tek ne. Pra janë qarku i letërsisë veriore, se çabej për efekte metodologjike, pa përmend qarqet letrare, pra. Siç përmend edhe qarkun e Shqipërisë mesme etj, ose të jugut. Por qarku i Shkodrës rezulton që ka qenë qarku më i konsoliduar, më i kulturuar, më i fuqishëm në letërsinë shqiptare. Por edhe në artet e tjera, sepse jezuit konkretisht kanë ndërtu fusha futbollit, para fushë futbollit, që janë ndërtu në Shqipëri, është ndërtu nga jezuitët. Dimensionet e fushë futbollit, dimensionet e portës, se të rregullat me lujtë futbolli kanë sjellë jezuitit në Shkodër. Dhe ta lidhja dhe pak edhe me kohën e sotme. Si Gjergj Fishta, ashtu edhe Ndre Mjeda, janë quajtur poet kombëtar. Bile Gjergj Fishta është quajtur për shumë kohë me fjalë poeti numër 1 i Shqipërisë, ai që i parapriu çdo gjë. Ne shikojmë poezinë e sotme, shikojmë poetët e sotëm, me fjalë. Çfarë ndryshimi ka poezia e sotme dhe për çfarë arsye sot nuk kemi një poet kombëtar, mbas vdekjes së Agollit ne praktikisht nuk kemi një poet kombëtar. Dhe me këtë doja të pyesja, cilët janë me të vërtet ata poetët, janë ata që paraprin kohrat apo ata që shkruajnë bukur? Diskutimi për poetin kombëtar ka qenë në fakt për shumë kohë edhe ka vijuar si i tillë. Ka patur gjithmonë një diskutim nëse do të ishte Fishta apo Naimi. Ka patur një diskutim midis faktit nëse ishte Naimi poeti i kombit apo ishte Fishta. Për faktin se lahuda e malësisë ishte ndër veprat më të përhapura, por gjuha me cilën shkroi Naimi u përpoqën të sillnin pikërisht konceptin që bashkonte më shumë shqiptar rreth vetes. Dhe në këtë diskutim ka vijuar vazhdimisht dhe akoma sot ka studime të cilat sjellin pikpamje, këndvështrime të ndryshme për sa i përket faktit se cili prej tyre duhet ta merrte titullin poet kombëtar. Por në fakt në mënyrën e vet unë besoj që si Fishta dhe ashtu edhe Naimi, të dy kanë qenë poetët e kombit, ashtu si edhe Derada, sepse edhe Derada ka një forcë shumë të madhe, pra fillon një kohë e re me Deradën. Fillon letërsia me vërtet kombëtare, pra ajo letërsia që fillon të shkëputet nga letërsia filobiblike për cilën foli pak më parë profesor Zia. Dhe në mënyrën e vet ata të tre sollën një lloj letërsie e cila ishte misionare për kombin. A ka sot një poet kombëtar? Sigurisht kohët vinë dhe sjellin ndryshimet e veta dhe besoj se misioni për kombin tashmë vjen në forma të tjera, nuk ka më një za i cili duhet bashkoj kombin përballë të tjerëve, sepse besoj se është një kohë globalizmi sot e cila njerëzit kanë të tjera rrethana jetese, kanë të tjera qasjeje edhe ndaj letërsisë. Letërsia sot po vjen e bëhet gjithnjë më mediatike se sa thjesht të mbeten në letra dhe në libra. Dhe besoj se ndoshta ajo pikërisht ajo poezia interpretuar shkon te zëri çdo kujt, ashtu siç emisioni juaj me zanin ton dhe shumë tjerëve që mund të jenë aty,
do të shkojnë ndoshta në mënyrë audio te veshi disa njerëz që nuk kanë kohë për të ulur dhe për të lexuar libra, dhe ndoshta thjesht e dëgjojnë me audio apo me kufje edhe teksa shkojnë punë. Dhe në këtë pikpamje ndoshta nuk duhet kërkojmë sot një poet të kombit, po duhet kërkojmë atë që sjell qartësisht fjalën shqipe, një fjalë shqipe e cila të emocionojë shqiptarët me forcën e mjeshtrisë, mirëfillit stilistike, dhe të mos kthehet poezia në një formë, sigurisht ajo është e lirë të shkruhet nga të gjithë, dhe sa më shumë të shkruhet, aq më mirë është, sepse çdo kush ka mundësi të përzgjedh edhe brenda shkrimeve. Por besoj që duhet ketë edhe një mënyrë selektive të studimeve letrare, të kritikës letrare, për të seleksionuar poezinë e mirë, poezinë e cila flet pastër shqip. Më shumë se gjithçka, unë do doja që poezia të fliste pastër shqip, dhe kjo do të ishte ndoshta shërbimi më i mirë që mund t'i bëhej sot gjuhës shqipe, fjalës shqipe, dhe të shkonte tek çdo moshë dhe tek çdo nivel i shqiptarit sot. Zotin Due, faleminderit. Zotin Due, unë ju përshëndes dhe ju uroj të kena bashkë edhe në takimet tjera. Faleminderit shumë për prezencën. Gjithë mirat, mirë Zotin Due, kthehemi ke ju. Ndremjeda ka qenë një jezuit i devot apo një advetar i devot? Në fjalë, në që raport ishte ai me rolin e vetë si prift dhe me advetarin? Ndremjeda si advetar. Më dëgjuat? E ceka pak përpara për mënyrën e krijimit të tij si një figurë poliedrike dhe njeri me ambicje tepër të mëdha. Nëse një nga karakteristikat e tij të krijimtarisë është sepse nuk gjejmë asnjë varg, asnjë hije nga ana e përkatësisë teologjike që ai i takonte jezuitëve. Pra kjo është një meritë që e ka kapërcyer. Ai ishte i mbyllur në seminaret apo në konventet, në konviktet që ishin tu që mësonin, dhe pasioni i tij letrar ishte aq i fortë sa shkroi poemfin Zogu në kafazë dim të gjithë, si thosh, vaj Bylbylit. Vaj Bylbylit, po. Nga ana tjetër, të cilën mund ta dëgjojmë pak më vonë. Kishte ambicje tepër të mëdha kombëtare. Ai ishte konkret kur shkruante poezi, por ishte aq luftarak kur ishte puna për t'ju përkushtuar çështjes kombëtare. Në vitet 1920 ai u bashkua me opozitën që ishte atëherë dhe ka qenë edhe deputet, denoncoi krimet e persekutimit të herojve si Bayram Curri apo Luiz Gurakuqi, dhe ndodhi që në 1924 si thuash, erdhi edhe u bë mbret Zogu, dhe në atë moment ai u zhgënjye dhe u kthye në Kukël, ku ka mbaruar edhe jetën e tij si një famultar në një fshat afër njerëzve, afër si thuash hallëve të njerëzve. Jemi gati në fund, edhe një pyetje do bëja zotit Zia Vukaj. Zoti Zia, çfarë rëndësie ka poezia ditën e sotme? Dikur poezia ishte ajo që i paraprinte lëvizjeve të fuqishme kombëtare. Sot çfarë roli ka poezia në Shqipëri? Sot nuk është shekulli i letërsisë së parit. Sot madje nuk është as shekulli i poezisë, duke qenë se poezia është gati si themi është zjarri i gjuhës. Gjuha e zjarrit është poezia. Është zjarri i frymëzimit e tjerë. Sot poezia e ka në rrugë formën e vet, e ka humbur trajtën tradicionale dhe funksionin tradicional që ka pas. Nuk është më dikur poezia ka pas funksione të dy fishta, të shumë fishta, ka qenë
ka pas funksione qëllimore, ka pas funksione utilitare dhe këto funksione me kohë kanë ardhur duke u zbeh e derisa janë tjetërsu janë transformu dhe qysh se ka fillu arti për art. Pra nuk është arti për qëllim as patriotizmit, as për qëllim edukimit, as për qëllim propagandet, por arti për art, ju që jetoni në një kulturë të madhe atje, dini dhe duhet keni lexuar lirikët e ri, hermetikët, simbolistët francezë të tjerë, dhe këtu ka filluar një epokë e re për poezinë. Poezia mbetet diçka e shenjtë në aktin e shkrimit, por nuk është poezia një element frymëzimi, as patriotik, as po themi nuk ka ma funksione të tilla. Ato vlera që kishte përpara. Jo, por përsëri mbetet një element shumë i rëndësishëm në edukimin estetik të njerëzve. Pra është funksioni i saj estetik që e mpreh shijen e njerëzve, e mpreh ndjeshmërinë, i bën njerëzit të ndjeshëm, si që ka bërë gjithmonë, i bën edhe më të kulturuar, më të shprehur, më të gojës e tjerë. Por kjo është një diçka që sot edhe ushtrohet në mënyrë të pakontrollueshme, ushtrohet e gati është kryer në epidemi. Dhe nuk është ma poezi, por është epidemi, grafomanie, shpeshherë. Dhe nëse shohim 100 poet, ne nuk e dia mund të gjejmë 2 ose 3 që mund të jenë poet të vërtetë. Dhe kjo lloj trendit është në kurriz, është në dëm të, po themi, dhe është një keq kuptim i individit me letërsinë. Pra letërsia si kurth. Kjo është një nga kurthet e letërsisë, kur secilin e rën mendja, e gënjen mendja që mundet me shkruar vargje. Dhe këtë e shohim përdit. Dhe kjo është zbe. Tashmë janë tepër të rralla poezit që ngjallin frymëzim, këto frymëzime për të cilat ne kemi fjalën, se dikur thuaj Gabriele D'Annunzio, Vate Nazionale. Vate Nazionale ishte i shenjtë, vate, ishte si poeti i komit. Dhe poetet e komit nuk janë fort dakord për kulturën tonë, për poet komit. Sepse në procesin e formimit të gjuhëve kombëtare, disa poeti kanë formuar gjuhën kombëtare, për shembull Dante ka formuar italishtën. Pushkini ka formuar rusishtën, Martin Luteri ka formuar, është baba i gjermanishtes, Shakespeare ka thellu deri në riformim anglishtën e tjerë. Ne nuk kemi poet të tillë, që nuk e kemi luksin për kulturën tonë të vonë dhe për kapacitetet tona krijuese të themi poet kombëtar dikuj këtu te ne, thëmë sinqerisht, mund duket pak e tepër, tash luksi ma. Ju falenderoj nga zemra për këtë mbrëmje të bukur që na dhuruat jo vetëm ne të Qendrës Kulturore Margherita Xhepa në Asti, por dhe të gjithë spektatorët atyre që na ndjekin. Ju faleminderit edhe ju uroj mbrëmje të bukur. Faleminderit i dashur Fatmir. Faleminderit. Mirë dëgjofshim.